Banorët e qytetit të Durrësit, të cilët preken nga projekti TID, kanë vijuar protestat e tyre, këtë herë duke u vendosur përpara kryeministrisë. Ata i kanë kërkuar kryeministrit Edi Rama të heqë dorë nga VKM-ja për prishjen e banesave të tyre, ndërsa i kanë cilësuar si qesharake vlerën e shpronësimit pikërisht për këto banesa. Qytetarët janë shprehur gjithashtu se nuk do të tërhiqen nga protestat e tyre, ndërsa do ta dërgojnë çështjen në gjykatë derisa e drejta e tyre të triumfojë. Banorët e kanë cilësuar projektin si një tjetër aferë të kryeministrit Rama dhe qeverisë që i drejton, ndërkohë që theksojnë faktin se pronat i kanë të trashëguara ose të blera dhe se Rama nuk mund t'u marrë për të kënaqur miqtë e tij. Ata kanë kërkuar sërish qeveria të tërhiqet nga ky projekt ose të ulet në bisedime me ta sa i përket vlerës së shpronësimit. Pezullimi VKM-s dhe pezullimi i projektit mos na zvarisni kot nëpër gjykata administrative, mos na shtyni kot procese gjyqësore. Kemi qysh nga 2020 që jetojmë me stresin e prishjeve të banesave. Ato tjegulla dhe ato gurë që aty janë të bëra nga prindët tanë, edhe i kemi trashëguar, kemi zhvillune, janë me dokumenta nga shteti. Kjo nuk është prishje, kjo është rrëmbim prone. Tu bëhet fjalë ta marr ty edhe të bëj unë biznes. Bëhet fjalë për rrëmbim prone. Rrëmbimin e pronës do me thonë që ne kemi trashëguar edhe të bëme me tjerësët tonë. Mbi bazë të çfarë kriteri ne jemi kualifikuar për shëmbje? Kemi kërkuar të na trokasit dikush në derë, një vlerësues. Çfarë vlerë kanë shtëpitona që disa shemben dhe disa në mënyrë selektive nuk shemben? Ende nuk na ka ardhur kurrë një vlerësues. Qytetarët kanë dalë që në gusht, që në shtator, tetor, po shkojnë në tor dhe do dalin derisa këtë VKM ta rrëzojnë. Do të dalin derisa klientët e tu Edi Rama të jenë të parapart me qytetarët. Në bazë të këtij projekti, të vetmet prona që ngelen janë pronat e funksionarëve të fuqishëm, e funksionarëve aktual të fuqishëm të pushtetit socialist në Durrës. Pas protestës përpara kryeministrisë, banorët janë drejtuar zyrave të Fondacionit Shqiptaro-Amerikan të Zhvillimit AADF, që financon këtë projekt, nga projekti TID Durrës, i cili prek zonën historike të qytetit. Do të shemben fillimisht 74 banesa ose biznese, ndërsa sipas banorëve në një fazë të mëvonshme, godinat që do të prishen do të jenë edhe më të shumta.